për ne kemi ndjekur edhe përmes grafikëve në të gjitha qendrat e votimit ku janë numëruar plotësisht, pra ka një certifikim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Por mbetemi këtu tek pjesa e parë që përmenda tek vota preferenciale dhe linja kalon për Megin. Po Megi, mirëmëngjes. Nisida, mirëmëngjes, të përshëndes. Unë ndodhem në KQZ dhe do të ndjekim edhe sot pasapi të gjithë zhvillimin e zgjedhjeve 2025 për të ndalur tani më tek vota preferenciale. Do ta nisim fillimisht nga Tirana te kandidatët më të votuar për të shkuar më pas tek qarqet Vlorë, Berat, Gjirokastër ku ka përfunduar numërimi dhe më pas në Dibër që është afër fundit. Kandidati më i votuar nga radhët e Partisë Socialiste në Tiranë është Blendi Gonxha me 8.085 vota. Pas ti vjen Ministri Ervin Hoxha me 4.317 vota, më pas është Fatmir Xhafaj me 3.803 vota dhe Erion Braçe me 3.753 vota, ndërsa kandidati më i votuar në Partinë Demokratike është Ilir Ali Mehmeti me 4.287 vota, pas ti është Jorita Tabaku me 4.079 vota. Ilir Meta, i cili garon nga Qelia në listë të hapur, ka marrë vetëm 1.535 vota. Deri më tani rrezikon që të mos futet në kuvend. Lulzim Basha me koalicionin Euro-Atlantik deri më tani ka marrë 349 vota dhe në të njëjtin qark Adriatik Lapaj ka marrë 988 vota preferenciale. Ashtu sikurse e përmenda, Vlorë, Berat, Gjirokastër dhe në Dibër që është afër përfundimit. Shohim kandidatët në listë të hapur për sa i përket Vlorës, pra jemi në qytetin e Vlorës. Partia Socialiste deri në këto momente kandidati Damian Gjiknuri me 10.031 vota, Vullnet Sinaj me 8.757 vota, është Ardit Bido me 7.360 vota, Vasil Lajo me 4.894 vota dhe Brunilda Mersini me 4.892 vota. Për të kaluar në një tjetër qark me votat preferenciale, është qarku i Beratit që deri më tani ka përfunduar. Partia Socialiste jemi me Hysen Buzali me 8.189 vota dhe Fadil Nasufi, dy më të votuarit, Fadil Nasufi me 6.287, për të vijuar edhe me qarkun e Gjirokastrës. Në këtë raportim të drejt për drejt, përsa i përket votave preferenciale, të cilat janë duke u numëruar në të gjitha qarqet e vendit aktualisht, Tërmet Peçi rezulton më i votuari me 9.468 për të pasuar nga Piro Dhima me 6.902 vota. Sikurse e thash edhe në kryet herës, është Dibra, e cila është afër përfundimit përsa i përket votave preferenciale, por deri më tani më i votuari në qarkun e Dibrës është Agron Malaj me 12.492 vota. Ndërkohë, një ndikim do të ketë pa diskutim edhe vota e diasporës, e cila është duke u numëruar dhe do të ketë ndikimin e saj përsa i përket shpërndarjes së mandateve edhe votave preferenciale. E qartë. Mirë, faleminderit Megi për gjithë informacionin. Shkoj shpejt tek Lorena.